se Enver Hoxha ja bëri nënën, po këto ja bën edhe babën, nënën dhe babën. Është fjalë pak si kështu kjo. E kanë harruar kombin e tyre. E kanë harruar. Duhet të organizohemi. Ne si popull shumë për bujarinë, që është e para besoj, për kulinarinë që kemi ne si popull. Edhe mendoj që jemi një popull i mrekullueshëm. Pavarësisht se ne kemi çik keq që na dëmton shumë, kemi politikanë që s'kemi. Si popull jemi të mrekullueshëm. Se kam qenë dhe unë gjithandej kam qenë në ca vende, po ke politika çalon gjithë puna jonë. Ajo është keqja jonë më e madhe? Më e madhja. Më e madhja dhe ne nuk kemi se ne për vendet e tjera po na bëhet thjerë një shtet tjetër që o burrë se po na sulmojnë, ne jemi gati të japim jetën ku e thonë. Për vendin tonë, për këto maskarë që na drejtojnë, që më vjen që është një katastrofë e madhe. Jemi një vend i mrekullueshëm, nuk është vendi jonë se gjen botë. Edhe njerëzit. Edhe njerëzit nuk i gjen botë, se ç'kemi vujtur ne do ishim tek që vujtat e vujtit që kemi kaluar ne si popull. Mendoj se të tjerë nuk do ta imagjinonin fare. Nuk është e pa imagjinueshme. Më falë se do ta them një fjalë se Enver Hoxha ja bëri nënën, po këto ja bën edhe babën, nënën dhe babën. Është fjalë pak si kështu kjo. E kanë harruar kombin e tyre. E kanë harruar. Duhet të organizohemi, duhet ngritën celula, duhet ngritur brigata sulmuese që të sulmohen ta njerëz. Jo të shkatrojmë, unë nuk vin në grevë që të shkatroj kryeministrinë, një guar trotuari, se është e popullit, është e imja. Të pallate që ndërtuar këtu, kjo është pranë e shtetit. Këtu ka pjesë dhe ai që s'ka lindur akoma, jo vetëm unë. Prandaj që jemi duhet zgjohemi që këto, jo të shu, hajde të ngrejmë këtu si popull, shpinë atit kryeministrit, shpinë e Sali Berishës, e Edi Ramës. Nuk besoni askënd, i keni humbur besimin? Absolutisht. Nuk ka, se këtu s'ka institucione, tu shkon fëmia në shkollë, do të paguash paratë atë që në shkollë të regjistrosh. Se thotë ke shkollën atje, po ku kam shkollën atje, që nxënësit ato mësuesët, më falni, se jam shumë e revoltuar për këtë gjë, se më kape, po jam shumë e revoltuar. Se mësuesit vinë orën 9 atje ku jam unë, edhe në orën 12 vinë orën 8, po një orë rrin kafet, në orën 12 ikin. Janë 7 nxënës, një ditë vjen mësues, e ditës vjen mësues. Nuk ka thot tu që ta bie këtu në nxënës ti jap një shkollë sa më të mirë se bie ta bie Edi Rama atje në fshat ku jam unë. Ta bie të fëmijën atje tjetoj atje. Ma ta mësues që ka sjell aty, që janë as mësues, më fal, por nuk e ashtu gjithë, po ka ca mësues se nuk është vetëm se është sistemi, ashtu, po ti mbaj vendin e punës që ke, me rregull, me disiplinë. Se ky shtet nuk ka disiplinë. Edhe familja pa disiplinë nuk shkon, jo shteti.